Shiko. Te ky moment, pra, Turqia më e fort në një rajon të Ballkanit, është mirë apo është keq për Shqipërinë? Përgjigja drejt për drejt është shkëlqyer, jo mirë. Pse? Sepse Turqia është vendi më i mirë mik që mund të ketë Shqipëria. Po unë mund të them për shembull është Italia vendi më i mirë mik. Nga e përcaktojmë do Turqinë? Është rekordet historike, është rekordet demografike, është rekordet e sigurisë, ka është me fakte dhe prova kjo, nuk është me opinion. Po. Kjo është e përgjigja e pyetjes parë. Tani sa i takon sjelljes së Shqipërisë, sjelljes së qeverisë së Shqipërisë, se duhet ta ndajmë. Edhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë ndahet interesi i Shqipërisë ka interesi i qeverisë së Shqipërisë, dukshëm. Interesi ynë kombëtar, sa i takon arkitekturës së sigurisë, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Sa i takon demokracisë dhe arkitekturës politike, është Bashkimi Evropian, specifikisht Gjermania. Po e specifikoj Gjermania. Dhe këto të dyja, ndoshta një çik më shumë arkitekturën e sigurisë, i bën bashk në rajonin ton Turqia marshkas. Po si bën Turqia bashk? Nuk është se Turqia ka rekorde demokracie apo ka, prandaj ndërhyje. E kam fjalën tek integrimi. Specifik, kur thash në raport me demokracinë, e kisha fjalën tek integrimi, sepse problemet e brendshme që ne kemi me demokracinë, pa dashur të hyjmë politikës së brendshme, po e shfaqin pasojat e tyre tek pengesa jon në raport me integrimin, okay? Që të jemi qartë. Po. Pra, këto dy gjëra marrin shkas nga rezultati i këtij samiti, se e kemi të freskët, të taze, i bën bashk Turqia, shtuar këtu dhe rekordet që unë thash pak më parë, historike, strategjike, diplomatike me Turqinë. Nëse ti, kur them ti jo ti, po kryeministri, në vend që ti qëndroj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, hyn në lojra për të lidhur familjen e presidentit me lloj-lloj samitesh të Arubave, po e huazoj termin, nëse ti si kryeministër, në vend që ti qëndrosh Gjermanisë dhe të dëgjosh atë se çfarë thot Gjermania që dorëzoi atë vend kryeministrin se po të pengon ajo për integrimin. Ti shkon dhe kërkon derën e hapur të integrimit në Francë, që nuk është aleati yt strategjik, Franca, është i tjetër kujt, që nuk është miqësor ndaj teje. Dhe e kërkon integrimin duke i plotësuar tekat Greqisë nga ana tjetër, jepi një copë këtu, jepi në një koncesion atje. Dhe në vend që ti qëndrosh Turqisë në raportin e investimeve dhe të armatimeve rajonalisht, ti futesh në vallën e Izraelit pa pikë lidhje fare, duke u futur në arkitekturën e sigurisë e një shteti që është jashtë kontrollit të arkitekturës së sigurisë së NATO-s dhe besa jashtë kontrollit edhe të arkitekturës së sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se nuk kanë kontroll shumë mbi Izraelin, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti rrezikon shumë Shqipërinë. Dorën zemër e rrezikon shumë. Kjo është analiza juaj. E nxjerr nga shinat fare Shqipërinë në drejtim të paditur. Aklej, se ju e nisët fillim, Turqia do të jetë dominuese për rajonin, por jo për Shqipërinë. Pse? Pra, sepse ne nuk duhet të heqim dorë nga aleati ynë strategjik. Që është? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Meqenëse ka dëshirë edhe zoti Shala të flasë në mënyrë figurative artistike, andaj nga vjone vegël kryesore pas Lahutës, që është fut në UNESCO, është Çiftelia. Po. Shqiptarët. Mos ma thuaj se shqiptarët do t'i vinë. Kujtohet ajo Çiftelisë se kemi ka ngjyrime të tjera e Çiftelisë. E di. Ja ka dy tela. Jo, e qartë. Shqiptarët do t'i vinë njëri tel shqiptar. Ka qenë ai grupi Çiftelisë njëri shqiptarçe, tjetrit amerikançe. Po. Në këtë kontekst. Shaka po prandaj. Dhe për të kthyer në histori, meqense Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë festuar edhe 250 vjetorin. Po. E tyre, që ne duhet që ja u kemi uruar publikisht. Zotëri, që nga pas mbarimit luftës parë botërore, kur shemen 4 perëndori, se ne ishim nën Turqinë, e urdhua Turqia, e Rusia, e Habsburgët dhe u bë konferenca paqes. Po. Dhe është presidenti Wilson që kjo m'nguli që Shqipëria të kishte një shtet. Po. Kështu u bë edhe në vitet 90. Po. Mbështetën demokracinë. U bë edhe në vitet 97-98 kur Bill Clinton dha urdhër të qellohet
makina gjakatare e Kasapit Ballkanit, Çengizkanit Ballkanit, Slobodan Milošević. George Bush në Tiranë dhe tha